Është shumë obligim i madh, lypen shumë kushte, se këtu janë 25-6 tash, sa shtete se 24 kërcena atëherë, tash 26, 8, rrit numri pjesëmarrësve, është shumë problem, kushtet, fshati olimpik duhet vendosja, tani pritja, shoqërimi duhet me pas, se cili shtet duhet me pas edhe njerëz që din me folë edhe gjuhën e tyre, ka pajagi problemet të mëdha, shpresoj që vendimin e shtetit mund më organizu. Komiteti Olimpik i Kosovës është një organizat jashtëzakonisht mirë organizuar. Shpresoj, edhe jo vetëm që shpresoj, po jam i bindur që kemi me organizu mirë, se ka ekipin e njerëzve në Komitet Olimpik, cilë janë taft për me organizu. Na kemi gjudën pa problem, kemi dritër kukës, kemi problem, se pa me dole sjesim, se kemi nivel botëror, vajzat tona janë gjudistet, është një kulmi i sportit botëror, që ashtu që po kemi edhe tjera sport, edhe boksi, këto sporte tjera, mundja, disa sporte individuale, atletike, note, kemi kandidat që duhet mu përgadit. Koha është mja fillu përgaditjeve, që ato kandidatet potencial, duhet mu të butë, që ata që premtojnë, duhet mja fillu qyshtash. Sot lesër është dvalë, sot duhet mja fillu. Të ndojna mezetare në Split, unë e isha ushtarë. Edhe pe ushtroj sa nuk jëm konë, ku me di qka, po ndojna mezetare në Split, 24 shtete, jërë apet pak ma s'ka qeni konkurencë, që më thanë, mos je kina bokso qatë kategori. Edhe pasi fitova medalen edhe e fitova drejtën për me mujtë me marë pjesë të lojna olimpike, tani pasi 67 e fitova vizën për lojna olimpike, dhe shumë me boksu edhe 67 edhe atje, a faktikisht kategoria më konë 63 kg gjysë. Kundërshtarët kanë qenë mirë, po unë jem konë i përgatitur mirë, se 3 muj kom lajtë veç përgatitje, plus që kom ushtru për dit, po 3 muj kom lajtë aty në qendrën sportive në Beograd, edhe jom përgatit mirë, jom konë i përgatitur, s'kom pas doj problem të madhë. Në gjysmë finale, boksova me një italian, pa ta problem, një 2 herë më kafshoj, edhe kure pare feri e diskvalifikun, edhe tani kur aje fitoj medalën e bronzë, edhe në shpallin sportiv, në finale, pas finales, kur u shpallëshim, kur ja përmene në emrin, ja nisën publiku mi fishklu plot palestra.